Alhamdulillah, falënderimi i takon Zotit, Ati që na dha jetën, Ati që na dha besimin, Ati që na dha mundësinë të mbërrijmë edhe një herë muajin e bekuar të Ramazanit dhe gëzimin e Fitr Bajramit. Paqja dhe bekimi i Zotit qofshin i dërguarin e Tij Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e Tij, shokët e Tij dhe gjithë ata që shkojnë rrugës Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, të respektuar familjar dhe musafir. Sonte nuk jemi mbledhur vetëm për një darkë, sonte jemi mbledhur për një mirënjohje, për mirënjohje, për dashuri dhe për të festuar me sukses përfundimin e muajit të shenjtë Ramazanit, që është një sukses shpirtëror. Sepse Bajrami nuk është vetëm fundi i Ramazanit, Bajrami është rezultat i Ramazanit. Ramazani na mësoi se kush jemi ne. Gjatë Ramazanit ne hoqëm dorë nga gjërat që i duam, nga ushqimi, nga pijet, dëshirat tona. Jo sepse nuk mund t'i kishim, por sepse Allahu na kërkoi ta bëjmë. Dhe kjo na mësoi një të vërtetë të madhe që njeriu nuk është rob i dëshirave të tij, besimtari është rob vetëm i Allahut. Kur askush nuk na shihte, ne përsëri agjeronim. Kjo do të thotë se imani, besimi ynë nuk jeton vetëm në xhami, por jeton në zemrat tona. Pyetja e vërtetë është: a do të mbetet Ramazani brenda nesh edhe pas Ramazanit? Sepse Allahu i madhruar nuk është vetëm Zoti i Ramazanit, ai është Zoti i çdo dite të vitit. Bajrami është ditë falënderimi, jo vetëm feste. Allahu në Kur'an thot se ne plotësojmë ditët e agjërimit. Të madhroni Allahun për udhëzimin dhe që të jeni mirënjohës. Pra falenderojmë Allahu që na bëj për atyre që agjërojmë, na bëj për atyre që besojmë në te. Pra Bajrami është festë e falënderimit. Ne falenderojmë Allahun që na dha shëndet për të agjëruar, që na dha familje për të ndarë sofrën me ta, që na dha besim në zemër. Mendoni pak, të nderuar vëllezër dhe motra, sa njerëz ne kishim njerëz në vitin e kaluar në Bajramin e Fitrit dhe sot nuk janë me ne, kanë kaluar në botën tjetër. Sa vende në botë nuk festojnë më në qetësi. Prandaj gëzimi ynë duhet shoqërohet me përulësi. Besimtari gëzohet, por nuk harron që të falenderoj. Bajrami është dita e zemrave të bashkuara. Një nga bukuritë më të mëdha të Bajramit është pajtimi. Profeti Muhammed alayhis salam ka thënë se nuk lejohet që dy musliman të qëndrojnë të hidhruar më shumë se sa 3 ditë. Bajrami është momenti ideal për të thënë: më fal, ka munguar, le të fillojmë nga e para. Ndoshta dikush pret një telefonat nga ne. Ndoshta një familjar pret vetëm një përqafim. Fituesi i vërtet i Bajramit nuk është ai që ka sofrën më të madhe, por ai që ka zemrën më të pastër. Sadaka i Fitri, mesazh social i Islamit. Para Bajramit, Islami na urdhëroi që të japim sadaka i Fitrin, që shumica prej jush e keni dhënë. Pse? Që edhe i varfri të buzëqesh në Bajram. Islami nuk pranon që një familje të festoj, ndërsa tjetra të flej e uritur. Ky është Islami. Adhurim ndaj Allahut, mëshirë ndaj njerëzve. Nëse Ramazani na afroi me Allahun xhaleshanuhu, sadakaja na afron me njerëzit. Sfida më e madhe nuk ishte agjërimi. Sfida e vërtet fillon tani. Tani që shejtanët janë liruar, gjatë Ramazanit ishin të pranguar. Rutina ka ndryshuar. Jeta kthehet në shpejtësi. Pyetja është: a do të mbetet namazi ynë i fortë ashtu siç ishte gjatë Ramazanit? A do të mbetet Kurani pjesë e jetës tonë?
A do të mbetet zemra jone e butë ashtu siç ishte gjatë Ramazanit? Dietarët thonë, shenje që Ramazani u pranua është që njeriu të bëhet më i mirë pas Ramazanit. Prandaj secili le ta vlerëson vetveten e tij, jemi më të mirë pas Ramazanit apo para Ramazanit. Nëse jemi përmirësuar, atëherë është shenjë që Ramazani ju është pranuar. Një mesazh për fëmijët dhe të rinjt, të dashur prind, Bajrami nuk është vetëm traditë kulturore, është identitet shpirtëror për fëmijët tanë. Fëmijët duhet ta kujtojnë Bajramin si ditë dashurie, ditë gëzimi, ditë besimi, sepse në një botë që i tërheq në shumë drejtime, ata kanë nevojë për rënje. Dhe rënjet fillojnë në shtëpi. Nëse ju punoni fort për fëmijët e tuaj që ty plotësoni çdo dëshirë materiale, duhet punoni fort që amanetin që ja u ka dhënë Zoti ta edukoni dhe ta çoni në vend ashtu si duhet. E përveç anës materiale është ana shpirtërore, të cilën duhet ta kultivoni në shtëpitë tuaja, dhe një nga punët që mund ta bëni për të mirën e fëmijëve tuaj është që t'i sillni në mësim besim në xhami, ku japim edhe mësimin e gjuhës shqipe, që ta plotësoni këtë obligim që keni ndaj Allahut për fëmijët e tu. Sonte është ditë edhe falënderimi, përveç falënderimit Zotit, ne falenderojmë edhe ata që kanë organizuar këtë tubim. Shumë njerëz vini këtu dhe mendoni se gjithçka ka ndodhur mbrenda natës. Krejt kjo punë që është bërë me punë vullnetare të anëtarëve të Këshillit dhe ndihmëse të tyre. Shumë prej tyre vinë dhe kalojnë orë të tëra për ta përgatitur këtë vend që ne festojmë sot së bashku. I falenderojmë të gjithë ata që kontribojnë dhe ata që shërbejnë në heshtje. Profeti ynë Muhamedi a.s. ka thënë, më i miri tek Allahu është ai që është më i miri apo më i dobishmi për njerëzit. Prandaj bëhu i dobishëm për njerëzit. Nëse Zoti ka dhënë një dhunti, ndaj atë me njerëzit. Ke mundësi të ndihmosh nga ana materiale, ndihmo. Ke mundësi të ndihmosh me intelektin tënd, bëj atë. Në çfarëdo mënyre bëhu kontribues dhe bëhu i dobishëm për njerëzit që ti jesh i dashur te Allahu xhaleshanuhu. Një komunitet i fortë ndërtohet jo nga ndërtesat, por nga zemrat që shërbejnë. Të dashur vëllezër dhe motra, Bajrami është një kujtesë se pas çdo sakrifice vjen gëzimi, pas çdo durimi vjen lehtësimi, dhe pas çdo nate të gjatë vjen agimi. Le ta marrim dritën e Ramazanit dhe ta çojmë me vete gjatë tërë vitit. Lusim Allahun e madhruar që të na pranoj agjërimin ton, na i fal gabimet tona, t'i bashkoj familjet tona dhe ta bëj këtë Bajram fillim të mirësive të reja. Allahu ju bekoft juve dhe familjet tuaja, gëzuar fitër Bajramin, Eid Mubarak. Allahu ju dhar gjithmonë gëzime kudo që jeni. Amin. Me që kemi edhe musafir, në realitet edhe fëmijët tanë anglishtën e kuptojnë më mirë se sa shqipen. Unë do i them disa fjalë në gjuhën angleze që në kuptojnë edhe ata që nuk e flasin apo nuk e kuptojnë gjuhën shqipe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, all praise belong to God, Lord of the worlds, the giver of guidance, the one who allowed us to witness Ramadan and blessed us to reach the day of Eid. Peace and blessings of Allah be upon His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his companions, and all their followers till the day of judgment. Dear respected elders, brothers, sisters, honored guests, and beloved community members, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak to all of you. Tonight is a night of gratitude, joy, and reflection. We gather not only to share food, but to celebrate something much deeper, a spiritual journey we have completed together.
Eid is the celebration of effort, not just the end of Ramadan. Eid is not simply the end of fasting. Eid is the celebration of transformation. For 30 days, we trained our hearts to control our hunger. We guarded our tongues. We stood in prayer when others slept. We gave charity quietly. We remembered Allah subhanahu wa ta'ala more than usual. Ramadan reminded us that we are stronger than our habits and closer to Allah subhanahu wa ta'ala than we sometimes realize. The Prophet Muhammad, peace be upon him, told us that Allah subhanahu wa ta'ala says, every deed of the son of Adam is for him except the fasting. It is for me and I reward for it. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. That's what the Prophet ﷺ said. Tonight we celebrate not perfection, but effort. Not that we became angels, but that we try to become better servants. Now comes the most important question. Who will we be after Ramadan? Ramadan was never meant to change us temporarily. It came to change our direction permanently. If during Ramadan we prayed more, forgave more, gave more, remembered Allah subhanahu wa ta'ala more, then Eid is the beginning of continuing that journey, not the closing ceremony. Our scholars say the sign of Ramadan was accepted is that your good deeds continue after it. So tonight, while we celebrate, we also renew our intention. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make the spirit of Ramadan live in our homes for a long time, for the whole year. Eid is a day of shukr, day of gratitude. Think about many blessings surround us. The blessing of faith, the blessing of family, the blessing of community, the blessing of safety and opportunity. Many people around the world welcomed Eid today or yesterday or day before under hardship. Some in poverty, some in conflict, some separated from their loved ones. So our joy tonight must include gratitude and compassion. Allah subhanahu wa ta'ala tells us, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. If you are grateful, I will increase you, says Allah subhanahu wa ta'ala. Gratitude increases blessings, not only in wealth, but in peace, happiness, and unity. The beauty of community. One of the greatest gifts Allah gave us is community. Ramadan showed us this. We stood shoulder to shoulder in prayer every night of Ramadan. We broke fast together in this hall every weekend. We checked on one another. We remembered that Islam is not lived alone. Especially here in America, our community is more than gathering. It is a home away from home, a place where faith is preserved for our children. Our responsibility is to build welcoming mosques and Islamic centers as we did, compassionate communities, an environment where the next generation feels proud of their faith. Our children should not feel that Islam is only rules. They should feel that Islam is mercy, belonging, and hope. Eid is also about healing hearts. Eid teaches reconciliation. The Prophet, peace be upon him, encouraged us to forgive and reconnect. Tonight is a reminder. Call the relative who stopped speaking to you. Forgive someone who hurt you. Let go of old resentment, because hearts that fasted together should not remain divided. A strong community is not one without disagreements. It is one where love is stronger than disagreement.
our responsibility beyond tonight. As we enjoy this beautiful dinner, we remember that Eid is also calls us to responsibility. Ramadan trained us to care about others, the poor, the lonely, the struggling, the new Muslim, the refugee, the neighbor who feels unseen. The Prophet, peace be upon him, said, "The best people are those most beneficial to others." So let Eid inspire us to continue serving not only Muslims, but humanity. Let our character be the best dawah. Kindness instead of anger, patience instead of harshness, generosity instead of selfishness. A message of hope. We live in a world full of challenges and uncertainty. But Eid reminds us of something powerful. After hardship comes ease. After fasting comes celebration. After patience comes reward. Ramadan teaches optimism, that no darkness lasts forever when hearts remain connected to Allah subhanahu wa ta'ala. Tonight, we leave Ramadan spiritually stronger, more hopeful, and more united. A prayer for our community. Before I conclude, let us make a collective dua. O Allah, accept our fasting and prayers. Forgive our shortcomings. Unite our hearts. Protect our families and children. Bring peace to those suffering around the world. Make this community a source of light and guidance. And allow us to reach many more Ramadan in health, faith, and unity. Ameen. Brothers and sisters in Islam, enjoy this night, smile, reconnect, celebrate with gratitude, because Eid is only a day. Eid is not only a day, it is a reminder that obedience brings joy, faith brings peace, and togetherness brings strength. Eid Mubarak to you and your families. May Allah subhanahu wa ta'ala fill your homes with barakah, your hearts with faith, and your lives with goodness. Ameen. Eid Mubarak again.